Po, faleminderit për pyetjen. Për sa i përket do të shikohet një analizë lidhur me strukturën, mendoj që rritja e numrit të hetuesve të Büros Kombëtare të Hetimit është më se e domosdoshme, më qenë se ka tepër çështje që janë voluminoze dhe kërkojnë numër më të lartë të hetuesve. Nëse do jepet mundësia edhe caktimin ose emërimin e disa këshilltarëve pranë prokurorëve për të lehtësuar sa do pak punën voluminoze që përballojnë prokurorët. Një nga pikat tjera për cilën unë kam studiuar, sot aktualisht ushtojnë funksione në Prokurinë e Posaçme 20 prokurorë. Por kemi të ndarë këto me shefa seksionet për cilën nuk futen aktualisht në shortin për të marrë ngarkesën e plot punës. Nëse unë do bëhem drejtuesi i SPAK-ut, mendoj që edhe shefat e seksioneve të futen në short për të marrë çështje konkrete dhe për të trajtuar. Sepse nuk është, mendoj unë tani, nuk është e drejtë që në një strukturë për 20 prokurorë punojnë 16 dhe 4 të merren me administrimin. Kjo është ajo që unë mendoj që nëse do të arrijë të jem drejtuesi i SPAK-ut, do të jenë të gjithë në short. Përsa i përket pyetjes që u bëra, kush do të doni të ishte trashëgimia juaj mas marrimit të mandatit si drejtues? Unë shpreha edhe me parë, struktura posaçme është në shinat kushtetuese dhe nuk ka trashëgimi. Thjesht unë do të mundohem që t'i jap një pasqyrë dhe një vizion që të ketë besimin të publikut, që të ketë besimin të çdo qytetar, që të respektojë drejtat e njerëzit. E kam përmendur edhe në platformë, të respektojë në radhë parë vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat jemi dijeni gjithë, duhet të reflektojnë SPAK-u. U kryu precedenti dhe kemi vësë radhën e pyetjeve. Zoti ka faleminderit për prezantimin konciz edhe për mënyrën koncize të përgjigjur të pyetjeve që bën kolegët. Edhe unë do kërkoja të jeni shumë konciz në pyetjet që u bëj. Në fjalën tuaj ju përmendet shpesh gjatë gjithë platformës forcimin e marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtar. Po. Si vlerësoni sot mbështetjen që ndërkombëtarët i japin strukturës posaçme? Nën optimale apo pak e tepruar? Dhe cili do të jetë vizioni juaj për bashkëpunimin me ta, nëse do zgjidhen drejtuesi i SPAK-ut? Po, faleminderit për pyetjen. Po të shikojmë sot marrëdhëniet me ndërkombëtarët janë në nivel shumë të lartë. Në platformën që unë kam paraqitur, jam shprehur se do të rishikoj këto marrëveshje me ndërkombëtarët dhe do të mundohem të forcoj edhe më tepër bashkëpunimin me ndërkombëtarët, gjithashtu dhe me grupet e përbashkëta hetimore, të cilat kanë dhënë rezultat për sa i përket luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Faleminderit. Në fund të fjalës suaj, citoj, ju thoni, zotimi im është të konsolidojë një SPAK të pavarur dhe të besueshëm, që vepron shpejt, aty kur duhet dhe me masën e duhur kur e kërkon rasti. Tani supozojmë që jemi në një periudhë parazgjedhore, dhe ju jeni drejtuesi i SPAK-ut. Dhe po bëhen hetime të bujshme, po themi, ndaj disa zyrtarëve të lartë. Një krah politik ju akuzon për mbajtje të anësisë politike, krahu tjetër ju kërkon të bëni arrestime të tjera për të balancuar, po themi, këtë situatë. Duke qenë drejtuesi i SPAK-ut, dhe kjo nuk lidhet vetëm me një çështje të caktuar, lidhet me marrjen e çështjeve që janë në hetim nga SPAK-u. Si drejtuesi i SPAK, si do t'i përgjigjesh këtyre akuzave publike të bëra nga aktorët politik? Po, faleminderit për pyetjen. Për sa i përket në radhë parë do vlerësohesh situatën për cilën janë çështjet dhe nëse ka provë dhe indicie të sakta, nuk do të merrja parasysh asnjë lloj presionit nga ana politikës, do vijoja në hetimin e këtyre çështjeve, përkundër do isha edhe unë pjesë e grupit të këtyre çështjeve për t'i hetuar. Presioni, kur ke provat, presioni për mua nuk vlen. Dhe në vijim të njëjtën pyetje që e bëra dhe do të bëja edhe një deklaratë publike paraprakisht, që do të sqarojë opinionin publik lidhur me situatën
që mund të ishin sulmet nga ana e politikës dhe do marrë një qëllim i cili ishte në raport me të drejtën. Pa u bërë krah asnjënës par politike, sidomos kur kemi të bëjmë në procese zgjedhore. E kuptova. Prokuroria përfaqëson shtetin në akuzë. Dhe si e tillë është përgjegjëse për zbatuar një politikë penale që e ka shteti në mak. Nëse ju do duhet të prioritizonit gjatë kohës që do të jeni drejtuesi SPAK-ut, nëse do të jeni, mes luftës kundër korrupsionit dhe luftës kundër krimit të organizuar. Dhe kur them prioritizoni në sensin e, po themi, alokimit të burime njerëzore, dhënës pak më shumë rëndësi të një prioriteti apo tjetër. Cili do të ishte sipas jush prioriteti aktual? Mendoj që nuk ka dallim për sa i përket krimit organizuar dhe korrupsionit, sepse korrupsioni është një nga ngrenë për shoqëri, sepse nëpërmjet korrupsionit fuqizohen edhe grupet kriminale. Gjithsesi, duke parë rast pas rasti, rrezikshmëri më të lartë e ka krimi organizuar, sepse shkakton edhe pasojë, qoftë në njerëz, qoftë në ekonomi, qoftë në shoqëri. Kuptova. Edhe pyetja e fundit, ju keni, se po shoh shënimet e kolegës, 28 vjet prokuror, nga të cilat thatë 10 apo diçka më shumë si drejtues. 10 vite në 4 rrethë kam qenë drejtues prokurorie. Në rrethet të rëndësishme në drejtimin e prokurorit përgjithshëm të ndryshëm. Pyetja ime është, nuk mjafton kaq 1/3 e karrierës së qenë drejtues? Çfarë ju shtyn të kërkoni më shumë të drejtoni dhe një strukturë tjetër? Thjesht vlerësoj energjitë e mia në këtë moment dhe mendoj që mund të bëj diçka të mirë për vendin tim. Profesor Lokaj, ju në fakt një pyetje jeni përgjigjur në platformë. Kështu që më bëj vetëm 2 nga ato të mijat, është fakti në lidhje me element të dosjeve hetimore që qarkullojnë shpeshherë nëpër media. Pra le të themi dalin nga ajo, po e quajmë sekreti hetimor, megjithëse sipas ligjit ka variacione të ndryshme. Ju vetë çfarë vizioni keni për këtë pjesë, për të adresuar këtë fenomen?